Vetëm 23 ditë pasi kuvendi u konstitua me dekretin e presidentës Vjosa Osmani, ai u shpërnda të premten. Vendimin Osmani thot se e mori pasi kuvendi nuk arriti ta zgjedh presidentin e ri brenda afateve kushtetuese. Madje sipas saj, ajo çfarë ndodhi në seancën e vonshme të sejtës nuk ishte dështim rastësor. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues, i cili është i përcaktuar qartë. Mbrëm, përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar. Presidentja e ka quajtur pa përgjegjësi që kuvendi nuk ka arritur të zgjedhë presidentin e ri derisa ka thënë se situatën e sollën njerëz me qëllime të rrezikshme. Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik, sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Osmani theksoi se prej kohësh dihej se kur përfundon mandati i presidentit aktual, si dhe zgjedhja e presidentit të ri parashihej me kushtetutë. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues që kuvendi të zgjidhte presidentin e ri. Sa i përket masës së përkohshme që e kërkoi vetëvendosje ndërmjet kushtetuesës, sipas të parës së shtetit, kjo nuk paraqet pengesë për shpërndarjen e kuvendit. Dhe asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston deri në këto momente. Osmani në konferencë ka folur edhe për amandamentet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit nga populli, të cilat i përcolli të ejtën në kuvend. Ajo ka thënë se miratimi i tyre nuk është lidhur me mandatin e saj, derisa ka shtuar se ndryshimet do të mund të aplikoheshin vetëm për zgjedhjen e presidentit pas 5 vitesh.